Mirëmbrëma të nderuar shikues. Qeveria nuk e merr pëlqimin e kuvendit Kosovës për bisedimet me Serbinë. Rezoluta nuk miratua ashtu siç e kërkoi qeveria e Kosovës, ndërsa me 60 vota për u shty për të njëjtën prezantimi një draft rezolute për votim. Debati disa orësh në kuvendin e Kosovës u karakterizua nga përplasjet e ashpra ndërmjet pushtetit dhe deputetëve të opozitës. Deputetët e kuvendit të Kosovës janë mbledhur në një ditë të pazakontë në kalendarin e punimeve të hënën për të diskutuar çështjen e bisedimeve me Serbinë. Njëri prej tyre, kryeministri i Kosovës, ishte më interesuar që në fund të ditës të miratojë një rezolutë për bisedimet. Debati disa orësh përfundoi pa rezolutë dhe qeveria e Kosovës nuk mori atë që deshi. Kuvendi e shtyri miratimin e rezolutës për të njëjtën me 60 vota për dhe 45 kundër. Protagonizmi i kryetarit të kuvendit Jakub Krasiqi nuk pati të ndalur as në këtë seancë. Shikoni, nuk është çështje e kuvendit, a do të shkojnë nesër, do të shkojnë ata që delegacioni leta me ndara me shku nesër, me shku pas tajtës. Mirë pashëm seancën e radhë. Kryeministri tha që u paraqit 3 herë gjatë ditës në folktore për t'i bindur deputetët të votonin pro një rezolute. Tha që theksoi përpjekjen për normalizimin e marrëdhënieve fqinjësore me Serbinë dhe njojën e Kosovës në fund të ditës. Pas dekadave të konflikteve dhe shkatërimeve, erdhi koha që mos pajtimet dhe dallimet në çështje të caktuara të diskutojmë në mënyrë të barabartë dhe të zgjidhim bashkërisht në përputhje me vlerat euroatlantike. Fjalimi i parë i kryeministrit u përcol nga prezantimi një draft rezolute të shefit të grupit parlamentar të PDK-s, Adem Grabovci. Qëndrimet e kryeministrit dhe të partisë në pushtet u kundërshtuan nga partitë opozitare. Lidha Demokratike e Kosovës konsideron se Kosova ka përfunduar negociatat me Serbinë për statusin politik të Kosovës dhe nuk ka kthim prapa. Ne konsiderojmë që duhet saksohen parimet për çështjet që nuk mund të diskutohen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Mirë po, kryeministri dhe qeveria e tij as tash as në kalume nuk e kanë bërë as minimumin që kjo çështje e kësaj rëndësie që po i jepet kaq të madhe ti te kaloj këtu për masat, për shkak se çfarë që ka bërë vetëm. Bile në shumë raste po shihet se edhe pa pajtimin e partisë vet, ka caktuar njerëz vet, ka dhënë premtime vet. Edhe tash, shpejt e shpejt, kërkohet prej kuvendit të Kosovës me ja miratu diqysh çuditshëm këtë punë që e ka bërë. Diskutimet e deputetëve të vetëvendosjes ishin të ashpra, saqë Albin Kurti dhe Erdin Kuqi u përfshin në replik. Le të shkojnë, po jo me Kosovën, le të shkojnë vet, pa neve. Organizoni referendum në Kosovë, urdhënoni, pyetni popullin, a jeni për negociate me Serbinë, ju tregon populli. Ju e dini që s'ka lënë ai referendum. Dhe nuk po them që nuk ki drejt me pas dilema, por as ti nuk mund të mosh as kujt të drejtën me pas optimizëm, pak më shumë jetë. Dhe ana tjetër, në emër të popullit, në demokraci fletej që fiton shumicën e votave, dhe këtu është bën një proces zgjedhor. Edhe mua nuk më qeshet, se mendoj që kjo është një punë shumë serioze, e mendoj që ju jeni serioz. Pos prezantimit të një draft rezolute për miratim nga PDK-ja, edhe vetëvendosja prezantoi versionin e saj të draft rezolutës. Kuvendi vendosi që shefat e grupeve parlamentare të harmonizojnë një tekst të vetëm të rezolutës që do t'i prezantohet të njëjtën për votim Kuvendit të Kosovës.